Mungesa e dokumentacionit për tokën bujqësore mbetet një pengesë e rëndësishme për shumë fermerë në Malsinë e Madhe për të përfituar subvencione nga skemat mbështetëse të qeverisë. Drejtues të bashkisë bëjnë të ditur se po u vihet në ndihmë fermerëve nga strukturat vendore për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm. Certifikimit të tokave të cilët akoma kemi probleme me këto dhe ndoshta ky është një ndër penalizimet kryesore të cilët sot për sot mund të kenë fermerët dhe ndoshta që hezitojnë edhe për të aplikuar në sistemet të tashme të shpallat nga ZBR-ja dhe Ministria e Bujqësisë. Por mendoj se ne si Bashkia e Malsisë së Madhe për çdo lloj problematike që kanë pasur kemi ardhur ndihmë nëpërmjet atyre dokumentacioneve që disponojnë njësitë administrative dhe gjithë bashkia. Malsia e Madhe njihet si një nga zonat më të rëndësishme në vend për kultivimin e bimëve medicinale dhe aromatike. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, mungesa e tregut dhe çmimet e pafavorshme të grumbullimit kanë bërë që të ndryshohet orientimi i prodhimit. Gjithnjë dhe më shumë fermer po i drejtohen tashmë kultivimit të duhanit. Duke patur parasysh disa po i quajmë probleme në tregun e bimëve aromatiko-mjekësore, fermerët po adresohen edhe tek duhani. Faktikisht kultura e duhanit ka qenë një ndër kulturat e hershme që janë kultivuar në territorin e Bashkisë Malsie e Madhe. Një tjetër sfidë serioze e bujqësisë në Malsinë e Madhe mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Emigracioni dhe largimi i të rinjve nga zonat rurale ka krijuar vështirësi për fermerët në sigurimin e punojësve sezonal.